Shikues të nderuar, mirë mbroma, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini këtu në Sken Krimi. Do të ndalemi në 3 çështje sonte. Në pjesën e parë, do të flasim për përmbytjet që ndodhen në Durrës, por dhe më gjerë. Tipikisht ato u shndruan në një sken të mirëfillt krimi. Përmbytje masive pra. Gjithandej, ne do të diskutojmë sonte me ekspert në këtë studio se kush i shkaktoi miliona e miliona dëme nga përmbytja. Ishte dora e Zotit apo janë duart e zyrtarëve të korruptuar, duart e zyrtarëve të papërgjegjshëm, të cilët kanë abuzuar me fondet e investimeve për ujësillcat dhe kanalizimet e të tjera me radhë dhe që prodhoi atë gjendje. Do jetë një diskutim shumë interesant për kuptuar se çfarë ndodhi vërtet në Durrës, në Gjirokastër, por dhe në qytete të tjera. Në pjesën e dytë do ndalemi tek spaku i vitit 2026. Çfarë do të ndodhë këtë vit? Kush janë dosjet më të nxehta? Cila është detyra parsorë e kreut të ri të zgjedhur të spakut Klodian Brau? Cila do të jetë mbështetja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vijuar më tej me hetimet? Ndërsa në pjesën e fundit do të jetë një diskutim edhe më interesant ku do të ndalemi për të bërë një paralelizëm të asaj se çfarë kërkon Amerika kundër grupeve të trafikut ndërkombëtar të drogës. Dhe duke marrë në referencë ato që ndodhi në Venezuelë me presidentin e këtij vendi Nicolas Maduro, ku Delta Force, pra forca speciale amerikane Delta, e morën pengë e rrëmbyen gjatë natës dhe e çuan të përballet me drejtsinë në Amerikë. Por sa vëmendje do të kenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për grupet shqiptare të trafikut ndërkombëtar të drogës? A do të ketë një ndërhyrje nga ana e tyre? A do të jetë një mbështetje që do të jepet spaku për të goditur këto grupe, pasi siç e kemi parë në të gjitha takimet e zhvilluara në strukturën e posaçme antikorrupsion dhe antikrim të organizuar, kanë shkuar zyrtarët amerikan dhe gjithnjë përmendet pra goditja e këtyre grupeve. Pasi siç duket është një pikë shumë e rëndësishme për shtetin amerikan, lufta kundër trafikut të drogës. Dhe çfarë do ndodh me grupet shqiptare të trafikut të drogës? Ne do ndalemi, siç thash, tek pjesa e parë e përmbytjeve dhe nisim zgjerojmë edhe temat e tjera. Mirë shikues nderuar, këto ishin pamjet që ofroi Durrësi i djeshëm, ku i gjithë qyteti u shndrrua në një sken krimi të mirëfillt.
Përmbytje masive gjithandej, por sigurisht përmbytje pati edhe në qytetin e Gjirokastrës. Mirë për diskutuar për këtë çështje dhe të tjera tema të rëndësishme të cilat lidhen me drejtsinë e krimit. Un kam të ftuar sonte në Sken Krimi avokatin Gylse Zhdima, avokat. Faleminderit për ftesën. Si dhe Shemsi Prençi, ish drejtues i lartë i policisë së shtetit, por dhe ish drejtues i emergjencave civile. Prençi, dhe ti besoj e ke shumë të thjesht për ta shpjeguar se çfarë kuptove dje fatkeqësi natyrore kjo pamje apo dora shkatrimtare e njeriut. Andi, Shqipëria është një vend i ekspozuar ndaj fatkeqësive të natyrës, dhe kjo është thënë nga shkencëtarët shqiptar, nga inxhinierët, është nga specialistat e emergjencave civile, me eksperiencë ndër vite në Shqipëri, por fakti është që është prekur me dorë nga shqiptarët, sepse çdo vit përballen me fatkeqësitë e natyrës, në verë me zjarrin, në dimër me përmbytjet, vërshimet e lumeve, e përrejnëve malor, bllokimi nga dëbora e tjerë e tjerë. Cili është problemi? Fakti që Shqipëria kërcënohet nga të paktën 5-6 fatkeqësi natyrore, përfshi edhe tërmetet që janë me intensitet nga të mesëm deri të lartë, që ai është i pa parashikueshëm. Të gjitha të tjerat parashikohen nga Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. Instituti i Gjeoshkencës, pjesa të paktën e hidrometeorologjisë është pjesë e Unionit Botëror të Meteorologjisë. Edhe ka një koordinim perfekt dhe një komunikim perfekt në raport me buletinin ditor që ky institut i vend dispozicion qeverisë shqiptare çdo ditë, duke bërë parashikimin e hershëm të fatkeqësisë që pritet të vijë. Por nuk mjafton kjo. Çfarë duhet? Këtë e bën shkenca dhe vend dispozicion të qeverisë, të ekzekutivit shqiptar. Ekzekutivi shqiptar fle gjumë. Këtë buletin nuk e bën të njohur për publikun. Këtë buletin nuk e komunikon në rrugë zyrtare, me email, me të gjitha mjetet e komunikimit, me sistemin vertikal të qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, për të marrë masa, për ta parandaluar fatkeqësitë e natyrës, nëse nuk mundet për ta minimizuar riskun që vjen nga fatkeqësia e natyrës. Se është ndryshe po të shkosh sot në Durrës dhe ndryshe po të kishin shkuar para 3 ditësh dhe të kishin kryer disa veprime. Pasi është një formulë botërore që qeveritë duhet të shpenzojnë $1 në parandalim për të kursye $7 në rikuperimin e fatkeqësisë. Pra nëse ti përdor $100 sot për të bllokuar, për të bërë një prit malore, ose një prit të një proj, ke kursyer 700 ke kursyer 700 që shkakton dëmi që do të vërshojë. Okej, 1/7. Dhe nëse kjo bëhet fjalë për një intensitet në një kohë të vogël, se nëse rreshjet do të vazhdojnë e të bien 24 apo 48 apo 72 orë, normalisht dëmi nuk shkon më 7 fishe, 1/7, po mund të shkojë edhe 1/30. Siç ndodh që një prrua i vogël siç është në Gjirokastër ka prishur me miliona euro investime në rrugicat e qytetit të Gjirokastrës. Dhe kjo nuk është fatkeqësi e natyrës, por është papërgjegjshmëri e drejtuesve të institucioneve për të përquar mesazhin e Institutit të Gjeoshkencës tek qytetarët që të bëjnë kujdes, qoftë edhe për të vendosur 2 thasë rëre ke porta që të mos i hijë ujë në shtëpi, tek autoritetet e emergjencave civile vendore, të cilat mund të komunikojnë me qytetarët, qoftë edhe për t'i paralajmëruar që baktit që i keni në stallën, në ulësirën perëndimore të Thirit, ti qoni në kodrat e ullishteve. Të fshin pak informacioni që kam unë, Greqia sjell njoftim edhe Zhdima besoj. Të lutem, sa po dosha të bëj një krahasim. Ne nuk shkojmë. Jo, Andi, mos shko te Greqia. 2 kompani telefonike. Një dorë larg, mos shko te Greqia. Nga këtu ku jemi ne, një dorë larg. Malizi, 620.000 banor. Ka një sistem perfekt të paralajmërimit hershëm, e cila nëpërmjet stacioneve televizive shtetërore komunikon çdo 24 orë mbi fenomenet e natyrës për qytetarët dhe për autoritetet vendore dhe institucionet qendrore për masat që duhet marrin. Një lajm kur pritet të bjerë shiu, kur pritet të bjerë bora. Dhe unë do të bëj një shembull, shumë që të çuditshëm.
Në datën 2 janar, është njoftuar nga meteorologjia jon që do ketë rreshje, do ketë dhe ngrica, dhe vendet ku do ketë ngrica. Në datën 3 janë bërë me 20 aksidente automobilistike në rrugën e Kombit. Me pasojë 5 humbje jetësh njerëzore në Shqipëri. Ka ndodhur mbi 45 aksidente në gjithë Shqipërinë dhe bllokimi i rrugës Elbasan-Librasht 17 orë. Këto i kemi mësuar masi ka ndodhur. Autoritetet shqiptare, autoriteti rrugor shqiptar, Policia e Shtetit, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Mbrojtjes që është Ministria e Fushës së Përgjegjësisë për Mbrojtjen Civile të Republikës, nuk ka bërë asnjë komunikim me qytetarët, as me datën 1, as me 2, as me 3, as me 4, as me 5. Vetëm duhet të kenë qenë pushim, se kanë qenë festa zyrtare. Në datën 6, të lutem, nuk ka pushim për Mbrojtjen Civile. Në datën 6 shfaqet Ministri i Mbrojtjes në Lezhë, në Durrës, edhe thot kam 23 forca. Çfarë mund të bëjnë 23 forca me lopat në dorë, me asnjë mjet për të shërbyer për mbytyjet. Pra, në këtë kontekst, pasi bëra një retrospektiv të zhvillimeve, unë dal në konkluzionin që nuk kemi bëjmë me një fatkeqësi natyrore të papritur. Është një fatkeqësi natyrore e sinjalizuar nga shërbimi meteorologjik shqiptar, nga IGEOM, Geoshkenca, thuaj si dush, por kemi të bëjmë me abuzimin drejt për drejt, me shpërdorimin e detyrës, mos kryerjen e detyrës, me qëndrimin e pakujdesshëm në detyrë, si dushue. Unë them deri në sabotim të qeverisë shqiptare në raport me përgjegjësinë për parandalimin e fatkeqësive të natyrës dhe minimalisht me zvoglimin e riskut. Rikthehem sërish, shumë faleminderit. Zhvillima, nga pikpamja juridike, konstatohen shkelje ligjore këtu nga institucionet zyrtare apo jo duke parë këtë lloj niveli të përmbytjes? Ka mundësi aty që ndoshta dhe spaku të mund të hapte edhe një çështje të një hetimi kryesisht për një abuzim me X apo me Y vepër? Unë duhet i referohem deklaratës së zotit Rama në 2012, ku ai akuzonte zotin Berisha në atë kohë që nuk është faji i zotit, por është faji i papërgjegjshmërisë së qeverisë së vendit, sepse nuk ishte një kryeministër të bënte projektet e duhura në kohën e duhur, në momentin e duhur për qytetarët. Zoti Rama që në 2013 deri më sot nuk ka bërë asnjë projekt dhe sigurisht që sot nuk kemi vetëm shpërdorim detyre, por kemi edhe një dëm kolosal që i bëhet çdo banorit të çdo qyteti që është prekur nga përmbytjet. Dhe ne si qytetarë do të shtrojmë pikpyetjen, ose më mirë do të shtrojmë pyetjen tek vetja jonë, e të themi në zgjedhjet lokale pse shkojmë? Për të votuar njerëzit përmes partive politike, të cilët kanë një program për zhvillimin e qytetit. Zhvillimi i qytetit nuk nënkupton vetëm ndërtimin e godinave të mëdha ose resorte turistike, por nënkupton pikë së pari kanalizimet. Kanalizimet janë gjëra më e lashtë, infrastruktura nën-toksore që ka ndodhur në kohën e lashtë. Atëherë, nëse do të shkosh në një muze në vendet të si the Greqinë, do të shikosh në disa muze dhe në disa vende të asaj natyre kanë akoma deri më sot ke kanalizimet, pse është kultura e njeriu, sepse ato ujëra të cilët konsumon një shtëpi, diçka, do të shkojnë diku, ka një drejtim dhe do të shkojnë. Pra, ne nuk e kemi marrë të mirëqen këtë gjë, sepse ne jemi derur në ideja që partia nuk ka faj, sepse është faj i Zotit. Pra ne si shoqëri i themi fajin e ka Zoti, pse ka edhe kaq shumë shi. Dhe zoti Rama në çdo rast që do dali, sepse kësaj radhe zoti Rama kishte vëmendjen tek Ukraina dhe jo tek Shqipëria. Ma kalo pak regjia të në reagimin e Ramës? Ndërsa zoti Rama duhet kishte marrë jo vetëm iniciativë, por përveç zotit Rama duhet të, Ta lexoj këtu. Kryeministri Rama thot në rrjetin social X, nuk e kuptoj pse nuk po më fajsojnë akoma mua, thot qeverinë apo qoftë edhe Bashkinë e Durrësit, për rreshjet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltë, Kroaci e me radhë. Çudi e madhe opozita andej, po të paktën të fajsonin qeveritë e tyre, por hiç asnjë llaf se kuptojnë që aleanca me Shiun të çon në fitore. Nuk kupton. Pra, fajin, tani Rama, fajin e ka opozita, tubat që u bën atje në Vlorë, fajin e kishte standardet e 2009-s që ishin bërë ashtu siç duhet linja me radhë. Ndërkohë që është investuar 200 milionë gjatë këtyre 12 viteve. Bravo. Dhe nuk është dhënë suaj tubi që pasaçanja është standard. Po është dashur të lënë popullin një 5 ditë pa ujë. Pa ujë. Pra, e kupton fajin për zotin Rama gjithmonë është. Shikoj, kryeministri këtu andallet që të mos e zgjasim rrugë, tallët
Nuk tallet me Partinë Demokratike, as me opozitën. Tallet me popullin shqiptar. Edhe socialistët që edhe tek socialistët ka shkuar ai uji aty. Se mos i përjashtojnë vetën. Në fjalë që thotë unë jam dje ishte përgjegjës qeveria, sot nuk është. Jo, sot jo. Dje kur ishte në pushtet një parti tjetër, ishte përgjegjësi edhe papërgjegjshmëri e zyrtarëve. Sot nuk është papërgjegjshmëri e Ramës dhe e vasalëve. Ta mendosh që mendoj se këto pamjet janë në Shqipëri këto pamjet këtu? Nuk besoj janë Shqipëri. Jo, i ka marrë nga jashtë, nga jashtë, pra, kuptoni, heq vëmendjen, shiko tani me çfarë luan tani. Heq vëmendjen dhe thot, po këtu ndodh në vende të zhvilluara, çfarë kërkoni ju tani, Itali, Greqi? Jo tani ju më kërkoni mua të bëj unë ta kanalizimet në Durrës, e kupton tani? Ndërkohë Durrësi në qeverisje lokale dhe qendrore, Partia Socialiste dele para. Pra ka shpërdorim detyre, kryetari i bashkisë, institucionet përkatëse, patjetër kanë vepra penale, por nuk jam i mendimit që i merr spaku, mirë, se s'do t'i marrë të gjitha spaku, por pjesa e shpërdorimit detyrës tek pjesa urbanistikës dhe ata të cilët nuk dinë të respektojnë rregullat dhe ligjin urbanistik që ka çdo bashki, sigurisht do të merren në shpërdorim detyrën nga prokuroria e zakonshme. Po edhe një herë nuk duhet të heqim nga vëmendja se si zoti Rama tallet, pra në të njëjtën kohë shkon për të bërë bamirsin në Ukrainë, që ne s'kemi lidhje fare me Ukrainën. S'ta intereson fare ç'a bën ata me njëri tjetrin. Ne jemi futur në atë valle sikur ne jemi shpëtimtarët. Ne jemi varfanja këtu, s'dim ku do të dalë dita, si do dalë dita. Dhe ai shkon bën bamirsin në Ukrainë, ai shkon në Paris, ai shkon në çdo vend të botës dhe thotë që edhe në ato vende ndodhin këto ngjarje. Si rasti i famshëm që ndodh vazhdimisht, përdhunime ndodhin edhe jashtë shtetit, po mund të ndodhin edhe në Shqipëri. Pra nuk është gjë e denjë të bëhet nga një kryeministër, edhe ai që thotë vazhdimisht burg. Tani jam dakord. Të aplikoj burgun ashtu siç thoshte për Bashkinë e Durrësit. Duhet ta bëj tani, sepse ata të cilët janë në Bashkinë e Durrësit, të gjithë sot sipas mendimit të zotit Ramën duhet ishin në burg. Me qartë. Fali për Durrësin, se ka një provë përmbytja me datën 6 e Velerës në Durrës. Po, Velira. Do të ishte zoti Dako, Akulloria. Ai e ka ndërtuar. Po ka një problem, sepse ai çështja ka kaluar në gjyq. Me sa di unë, është bërë disa seanca gjyqësore dhe ka dhënë garanci ekspertët e Bashkisë Durrësit se kjo kurrë nuk do të përmbytet. Kurdo? Shikoj tani çfarë bëhet. Ku është ai? Për shkak të projektit që ata kishin implementuar, një projekt ambicioz që e mbronte nga çdo pikpamje, qoftë edhe nga përmbytjet, qoftë nga fenomenet e natyrës. Dhe sot edhe Zotin. Sot më shumë se kurrë, ata qytetarë, ata profesorë të cilët marrën guximin dhe të treni e denoncuan, pra ata sot duhet të kenë të drejtën të drejtohen prapë gjykatës, si thonë ja kush e ka fajin dhe ja çfarë ka ndodhur me. Prinçi, un kam rreth 25 vite që jetoj në Durrës. I njoh mirë qytetin. Në 25 vite që un kam kujtesë jetësore, ka ndodhur përmbytje e kësaj natyre të paktën për Durrësin e ri pranë burgimit në janarin e vitit 2024, kjo natyrë në shtatorin e vitit 2024 dhe sërish në janarin e këtij viti. Kur më përpara zona e Ish-Knedës, Prençi, nuk prekej nga përmbytjet. Prekej pjesa e qytetit, lagja pjesa 16, një pjesë lagja 17, lagja 18, por kur në këtë nivel. Tani ka shumë shira. Do thënë, na mbyti fare ky shiu këtë herë. Dëgjoj. Se unë mbaj mend çka pas. Jo, ka shumë korrupsion. Nuk e di, jo. Pastaj shfaqi. Në qoftë do të ma transformoj pyetjen, Prençi le të ma transformoj. Jo, do të transformoj. Do të them ka shumë korrupsion. Sa herë gëlon papërgjegjshmëria dhe abuzimi me fondet publike, qeveritarët thonë ra shi që s'është parë ndonjëherë në 100 vite. Kjo është formula e justifikimit. Në fakt, i gjumi në buletinin ditor nuk e rëndit datën 5 dhe 6 si ditën me rreshtet më të mëdha. Madje i konsideron në rreshje mesatare në raport me shirat që ka ndodhur në Velira për kur nxori regjim. Por ka një problem për Durrësin. Unë në një studio televizive tjetër,
kam thënë. Më fal, këtë ka bë opozita, nuk është foto e vërtetë më duket, sipas zotit Rama. Sipas zotit Rama. Jo, vetëm që është e vërtetë Dëgjoj. Po aty ne që jemi nga 1.8 na ka prish shumë kjo inteligjencë artificiale. Po, se na ngatron shumë. Se i modifikon këto. Po, edhe ajo mund të jetë edhe përmbytjet mund të ketë modifikuar opozita. Keni këtë ju garantoj unë këtë. Rama tallet me ne tallemi me Ramën. Bravo. Ne du të tallemi me Ramën edhe t'i thomi po këtë e ka bërë inteligjenca artificiale. Do tallet dy fish me shoku kryeministër? Jo, s'ka problem. Po le tallet, shoku kryeministër. E pes humor me ne? Po. A e petha portalet, televizionet, portalet banaqet ka zanët të ngjera. Po, ku i vjen dera te zgjohet ai. Ne ti themi o shoku kryeministër. Bashkë me atë shoqen Sako e bashkë me shokun Vangjush. Kjo e inteligjencës artificiale apo e inteligjencës socialiste? Sepse Partia Socialiste ka bërë gjithë këto projekte. Po, partia. Për drejtësinë, për parandalimin e fatkeqësive natyrore. Tani të shkojmë tek Durrësi. Unë e njoh Durrësin mirë se kam drejtuar 5 vite emergjenca civile. Kur nuk ka ndodhur kjo punë që ka ndodhur në Durrës. Në Shqipëri funksionojnë 22 hidrovor. Nga Shkodra deri në Sarandë. Të gjitha qytetet bregdetare kanë nga 2? Jo nga 2. Kanë më shumë se 2. Për faktin sepse Ulësira Perëndimore ka qenë kenet dhe janë bërë sistemi i kullimit, sistemi i bonifikimit, sistemi i kullimit dhe sistemi i hidrovorëve. Është një sistem zinxhiri që funksionon kanalet e ujrave të larta. Evadimi i tepricave të ujit drejt Bregdetit, rujtja e një sasie uji për shkak të ekosistemit. Problemi qëndron, unë mbram në një stacion televiziv thash, do të na bind qeveria që është fatkeqësi natyrore dhe nuk është pa përgjegjësi e zyrtarëve të qeverisë në vertikale, nga ministri i bujqësisë, ministri i infrastrukturës, kryeministri dhe deri ke drejtorët e bordëve të kullimit dhe kryetarët e bashkive, po. Le të na japë në televizor regjistrin e kapacitetit punës hidrovoreve në datën 1, 2, 3, 4. Se i Gjumi ka thënë që po vinë reshjet. Edhe kur vinë reshjet, edhe ti raportohesh 24 orë përpara, ti duhet i vesh në kapacitete maksimaliste, ose të paktën 70%. Të gjitha pompa ndezur, të thjesht. Po, minimalisht 70%. Nëse hidrovori ka 4 pompa, 3 në punë, 1 pushim. Kur të filloj intensiteti i lartë, kjo bëhet 72 orë përpara, për të evaduar tepricën e ujit që kanë kanalet e ujrave të larta, në mënyrë që kur të vi intensiteti i reshjeve, tjetë ketë rrugë të lirë për të shkuar drejt hidrovorit dhe hidrovori t'i evadoj drejt. Pra, nuk ka një zyrtar shteti që të dalë dhe të na japë këtë statistikë. Hidrovori i Shkodrës, 2 hidrovorët e Shkodrës, 3 hidrovorët e Shkodrës, 3 të Lezhës, 3 të Durrësit, 2 të Firit, 3 të Vlorës, Sarandës, me çfarë kapaciteti kanë punuar? Sa ujë kanë larguar në njësinë e kohës, në sekond? Cili ka qenë intensiteti i reshjeve? Sa kanë qenë prurjet? Raporti i prurjeve me evadimin? Sa e ka kapacitetin hidrovori 19 milion euro që është investuar në Durrës? Përse nuk ka punu 19 milione, nuk ka punu 0. E dinti që me 19 milion euro mund të bësh 5 hidrovorë? Se nuk punu? Të fuqishëm. Hidrovori është një sabotim total. E para pse u prish i vjetri. Ti mund të bësh një hidrovorë 3, po të vjetrin pse nxjerr jashtë përdorimit? Pse se riparon dhe të punoj? Pse nuk e riparon dhe të punoj? Sepse hidrovorët s'ka lek. Po ka patur lek, se ka për 19 milion, unë të thash me 19 milion, me 19 milion euro do ndërtoshin 5 hidrovorë të ri. Po, kultura jonë është të vjetë. E dyta, hidrovori i ri është montuar mbi 1 metër më lart se sa duhet niveli i montimit dhe nuk futën në punë pompat, po surrit niveli i ujit deri atje ku ka shkuar. Duhet edhe 1 metër plus? Po kjo është gabimi. Kjo nuk është gabim, kjo është sabotim. Personat që e kanë projektuar, personat që e kanë implementuar projektin, është një lloj si ata personat që hartuan strategjinë e trajtimit të mbetjeve me sistemin e inceneratorëve dhe që s'punuan asnjë ditë dhe shpenzuan 410 milion euro. Pra, a kemi të bëjmë thirrje për prokurorinë e përgjithshme, për SPAK-un,
thirrje për prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Ore nëse nuk është e vërtet sabotimi në investimet në infrastrukturën kritike, hajdeni mora arrestoni Shamsi Prenqi për propagandë. Le se bën statistik pastaj. Ore, po hajdeni mora arrestoni Shamsi Prenqi për propagandë denigruese të qeverisë. Në të kundërtën, shkoni mora arrestoni kush është fajtori për projektimin dhe implementimin e hidrovorit, për sabotimin dhe mos hyrjen në punë, 19 milion euro dhe nuk ka hyrë në punë. Sepse hidrovorët duhet të kenë kapacitetin e thithjes së ujit dhe evadimit drejt detit në nivelin e përmbytjes, po që se ti e vendos mbi nivelin e kanalit, ai hin në punë vetëm kur ujit rritet niveli që shkojë te gryka e tubacionit. Pra, fakti që ti ke investuar kaq shumë para dhe jo vetëm që nuk bën më punën e hidrovorit vjetër, po nuk hin në punë fare, në mënyrë kategorike nuk hin. Pra, shiko, një ndërtimi hidrocentral i hidrovorit të ri, ndërtimi hidrovorit të ri është imponuar nga bizneset, të cilët kanë dashur të kenë përfitime territori, mos ndotje të mjedisit, mos ndotje të vendeve të punës tyre. Por këtë dakordsi e ka arritur qeveria me këto oligarkët. S'kam ne kundërshtim, nuk kam ne kundërshtim. Po si ka mundësi që Durrësi, që ka në pjesën veri perëndimore të saj, një sistem kodrinor, që përcjell disa prejnë të vegjël, dhe kur mblidhen gjithë bashku krijon një sasi shumë të madhe uji. Po nuk mund t'u bësh tumbina. Ai kanali është mbyllur. Të lutem, prit të ta shpjegojmë pikpamje teknike. Ky fenomen është bërë edhe një herë, nëse ju kujtohet, në pashkuar në qaf Kashar, ku me projektin me pikturën e Edi Ramës u vendos një trafik ndarse pa ndërprerje në superstradën Tiranë-Durrës. Dhe për rrjedhoj nuk pati tumbina që të përcjellshin sasinë e rreshjeve që vinin nga kodrat e Kasharit. Kasharit të rina, si thua. Po, të rina, si mund të karburant kastrati. Po. Shi çfarë kanë, ajo është pjesa më e ulët në nivel deti, pra më ulët në Tiranë, në raport me nivelin e detit, më ulët të Tiranës, që mblidhen gjithë ujrat, jo vetëm të kodrave të Kasharit, po shkojnë edhe ujrat nga Tirana, shkojnë aty, nëpërmjet kanaleve anësore të rrugës të superstradës. Dhe çfarë ndodh? Kur ti nuk ke ndërtuar, nuk ke parashikuar tumbina që të kalojnë ujit nga pjesa e sipërme në pjesën e poshtme, atëherë çfarë do ndodh? Uji do dalë, do të shpërthejë dhe u bloku autostrada. Një maskarad. Unë kam urdhëruar në atë kohë, zbashku me një ish drejtor të rrugëve, që nuk e kishim kokën në vend të mirë, kemi urdhëruar dhe kemi prishur. Unë kam marrë faturë për prishje me skavator të saj trafik ndarse. Sepse e qam në 5 vende për të shpëtuar njerëzit se ishin bllokuar me makinë. Dhe unë kam marrë faturë. E kam thënë bilën në televizion në atë kohë, Shqipëria nuk ka nevojë për piktura, ka nevojë për projekte infrastrukturore funksionale, edhe në pikpamjet parandalimit përmbytjeve, edhe në pikpamjet funksionalitetit si infrastrukturë. Po. Dhe 2 muaj më vonë, mbasi ne e qam, dhe u ban me rrjet. U ban me kangjella hekuri dhe me rrjet, por e bënin evadimin e ujit. Në verën e pas atij viti u bën 3 tumbina nëntoksore me kapacitete secila prej tyre 20 m3 ujë në sekond. Pa që do thotë kalonin 60 m3 ujë në sekond. Dhe nuk u përmbyt ma kurrë ai vend. E njëjta gabim po ndodh tani në autostradën që po merr miliona euro dhe nuk i kanë vendosur ato tumbinat. Vetëm një kanë vendosur. Unë i bëj thirrje, mos e bëni autostradën pa i bërë 3. Se intensiteti i rreshjeve për shkak të ngrohjes globale mundet që në një ditë të binë edhe 400 mm shi dhe atëherë nuk t'i kalon një tumbin. E njëjta gjë ka ndodhur me Durrësin. Dhe ju mund thoni që kanë mbyllur një kanal dhe kanë mbyllur edhe kanë hapur një tumbin. Jo, i nderuar. Duhet të parashikohen kapacitetit 3 deri në 4 fish kapacitetit të evadimit të ujrave, se nëse ti ke një intensitet rreshësh sot
me 60 mm shi, mund të kesh një ditë tjetër me 180. Pa ajo Dhe është në këtë pikpamje, të thash që në Durrës janë investuar në këto 12 vite mbi 500 milion euro për sa i përket infrastrukturës së kanaleve, të ujrave të larta, hidrovoreve, të infrastrukturës nëntoksore të kanaleve të ujrave të zeza dhe të ujrave të bardha, dhe është bërë rehabilitimi i rrugës plazhit 3 herë brenda 12 viteve qeverisje, por nuk është funksionale dhe do të përmbytet Durrësi dhe Ish-Keneta gjithmonë. po atëre këtu janë. Ky është kanali që është mbyllur. Po. Ky është edhe përmbytje, okay. Hidrovori kryesor. Në faktikisht ky kanal nuk duhet të mbylli, ky duhet të zgjerohej. Është mbyllur nga sipër me beton. Kjo është gabi. Është mbyllur me beton. Tash ti. Unë jam teknik. Shiko, Po prandaj nuk po të marr shumë, tani do të bëj një pyetje. Heshtje zhdimat Unë do të bëj një krahasim. Amsterdami është komplet në ujë. Po. Dhe ka me 10 edhe qindra kanale, po si ka të mbyllura. I ka me ura, i ka funksionale, po nuk shkakton përmbytje, le ta bëjnë dhe këto të hapur, me ura, me mbikalime. Të filloj një model i ri i infrastrukturës së evadimit të ujrave të tepërta për shkak të intensitetit të rresheve. Në të kundërtën, unë edhe ti do t'i shikojmë bashkëqytetarët tanë të përmbytur. Mua të parin, se dhe unë Durrës jetoj. Zhlimat kërkojnë ndjes, por Prençi duke qenë se ka qenë ish drejtues i emergjencave civile, një mirë këtë situatë dhe ishin të detyruar të merrnin një mendim. Po thjesht mund të them në çdo paragraf që foli parafolsi, shtoj fjalën korrupsion dhe shtoj fjalën shpërdorim detyre, që qytetarët shqiptarë që ndodhen në qytetet të përmbytura të kuptojnë dhe të reflektojnë, mjafti bëhet fresk partia ju ka tradhtuar, se në fund fare në rast se partia do ju donte, në fund fare do vendoste atë që ligji përshikovet emergjencën civile që nuk kupton ndonjë shpërblimin nga buxheti i shtetit ndaj dëmit që ju ka shkaktuar dhe jo justifikimi famkeq i zotit Rama duke justifikuar që në vende perëndimore ndodhin këto ngjarje. Në rast se janë edhe në vende perëndimore, aty ka një kuadër legislativ ku ndihmon qytetarët në kuptimin e sigurimit të atyre në sigurimet private vetëm, por edhe shteti është rojtar duke i mbrojtur dhe duke vajtur tek halli i tyre dhe jo duke patur zotin Rama, kryetarin e partisë tyre, duke patur turist në Paris me lekët tona dhe duke lënë në mëshirë të fatit ata të shkretë socialistë që kanë dredhur ders për të ndërtuar shtëpitë e tyre, por në fund fare akoma besojnë se partia dhe Edi Rama do t'i çojnë në dritë, po ju ka çuar në ferr. Mirë, faleminderit Zhlima. Unë kisha dhe detyrim moral sepse logjikisht sken krimi u kam trajtuar gjithmonë çështje drejtësisë dhe çështje të kriminalitetit, por ajo që ndodhi dje në Durrës siç e përmenda në hyrje është realisht një sken krimi. Unë kam detyrim moral ndaj shqiptarëve, ndaj qytetarëve, qytetarëve të mirë në qytetin e Durrësit, aty ku unë dhe jetoj, për të shpërfaqur këtë problematik, për kuptuar që sa ndikon dora e Zotit realisht në rreshtet kur janë intensive dhe sa dëme të mëdha ka shkaktuar dora e njeriut në një qytet i cili me kanale kulluese mbi 2000 vjeçare sot rezulton i përmbytur në këtë lloj le të themi. Andi, nëse mundem vetëm një fjali për një mesazh. Në 2015 është mbajtur kongresi botëror për mbrojtjen nëse ndajt Japonisë për mbrojtjen e globit nga ngroja globale. Edhe kuadri së ndaj, në thonjza, shërben si Bibël për orientimin e qeverive për të investuar në infrastrukturën kritike. Dhe çdo qeveri në glob ka detyrimet për të hartuar strategjitë e reja kombëtare për mbrojtjen nga ngroja globale, nga efektet natyrore, thjesht për mbrojtjen civile nga fenomenet e natyrës. Hartimet e planeve kombëtare, strategjia dhe planet kombëtare, planet nivel prefekture dhe nivel bashkish. Shqipëria është më e vonuara. Edhe strategjinë e ka në fazën e konsultimit me publikun. Që nga 2015? Që nga 2015. Edhe këto e ka bërë me insistimin e Bankës Botërore, ekspertët e Bankës Botërore. Problemi qëndron që ne nuk kemi vetëm këto fatkeqësi. Raportet e përvitshme të Universitetit të Bonit të Kombeve të Bashkuara e paralajmërojnë Evropën për një krizë në ardhje
rreth viteve 2030-2050 për krizën e ujit të pishëm. Për shkak të tërheqjes së ujrave të ëmbla, sepse toka funksionon si një sfungjer. Okej. Por, a ka menduar qeveria shqiptare të fillojë të investojë në infrastrukturën kritike për të parandaluar këto fenomenet natyrës, por edhe nesër mospasjen e ujit pishëm? Nuk e dim. Vetëm për të parë, Shemsi Preçi, faleminderit shumë për të gjithë ekspertizën teknike për ta shpjeguar atë se çfarë ka ndodhur. Ne ndalemi tek SPAK-u i vitit 2026, ç'është ky SPAK i këtij viti dhe çfarë do të ndodhë në raport me, le të themi, politikën, kryesisht, por edhe krimin organizuar, por që këto do ta diskutojmë në pjesën e tretë. Lutem regjia siglën dhe rikthehemi për diskutim. E nis të bisedë me avokat Gylsen Zhlimën. Zhlima, çfarë është për ju ky SPAK me një drejtues të ri, Klodian Braun, dhe SPAK-u 2026-s? Shikon, le të themi, një fluks hetimesh, shikon goditje të niveleve të rëndësishme të zyrtarëve dhe politikanëve? Drejtuesi i ri i prokurorisë nuk është vetë tjetër një drejtues i cili vjen nga kolegët e tij, nga linja e tij e mëparshme që zoti Dumani, zoti Kraj dhe të tjerë prokurorë që janë pranë prokurorisë së posaçme. Ky individ që ju po shikoni në ekranet tuaja është një individ i cili për mendimin tim nuk ka qenë një prokuror i cili ka pas një gatishmëri ose më mirë një provoj apo një pasuri të madhe në aspektin e të arrestuarve dhe në atë që themi gjithmonë goditjes në kohë reale të krimit organizuar dhe korrupsionit. Ka qenë një prokuror i cili ka pas një rol jo shumë aktiv, po normal. Por ajo që unë kuptoj nga ju është pyetja a do të ketë ky guximin të kënaq opinionin publik me arrestime të mundshme në politikën qendrore. Po them të kënaq opinionin publikun e kam pyetje ndryshe. Tu tani vim edhe japim përgjigje. Sigurisht që dhe zoti Brau do të jetë në të njëjtën linjë me zotin Dumani, sepse zoti Dumani në atë detyrën që pati ishte mbushi ato buzin me të gjithë opozitarët, por dhe të gjithë kundërshtarët brenda Partisë Socialiste të zotit Rama. Premçi sot ma ndiqti Zhlimën për debat sepse unë kam ezauruar. Debatin për SPAK-un. Përket zotit Brau, zoti Brau do bëj diçka ndryshe për shkak se e mbushi ato buzin me opozitarët, e mbushi, nuk ka çat mbushi më. Ajo që qenë opozitar Ilir Beqan, qenë opozitar Erion Veliaj, qenë opozitar Arben Ametajn, qenë opozitar në rast se do merret zoti Beqaj të kapim me radhë, sterilizimi është politike e zotit Rama. Zotit Veliaj është incenatori, Deledi Rama aty. Kush ishte ai tjetri atje? Alçi Bllako, Deledi Rama aty. Tani, një sekond tani. Do të kemi parasysh diçka. Tek rasti i zotit Brau, ai ka marrë një rol tani do thoya më shumë të rrezikshëm se sa zoti Dumani. Pse çfarë bën më të rrezikshëm? Do të mbushi ato buzin me banda kriminale, organizata kriminale, kartele. Dhe brenda këtyre karteleve që të kënaqet tani opinioni publik. Do kemi në pjesën e tretë të diskutimit më të gjerë. Duhet të dalin politikan. Tani, politikan nga opozita, të jem realist, nuk dalin, se asnjë bandit nuk jam edhe i sigurt që nuk shkon nga opozita të kërkojnë ai gjë sepse opozita e vetëm pushtet që ka është fjala. Tani shkon tek pushteti gjithmonë. Tani aty do jeti zoti Brau që brenda 2026 deri në mbarim të mandatit të 2028 të çojë në të vërtet përpara drejtësisë dhe jo për statistika njerëz që duhet patjetër të ndëshkohen nga një drejtësi e pavarur dhe e paanshme, po jo nga njerëz të cilët duhet futen dhe të procedojnë për shkak se duhet plotësojmë statistikën dhe raportin në parlament për 2027-ën, për 2026-ën në vazhdim. Prandaj duhet të mbajmë një qëndrim dhe të themi, çfarë linja e zotit Tumani në vijim të linjës së zotit Brau duhet dihet që është mbushja autobusi, nuk është asgjë më shumë. Pse them këtë gjë? Sepse pikrisht zoti Brau nuk mund të shkelmoj atë çfarë ka bërë zoti Dumani dhe as zoti Dumani nuk shkelmoi atë çfarë kishte bërë zoti Kraja. Dhe mos harroni një fakt tjetër, që këtu kemi diçka më të rrezikshme se sa janë arrestimet. Kush është? Çfarë është ajo? Mbaron mandatit i zotërisë. Ky zotëri në 2029 është pensionist. Zotëri në fillim 2026-s. Më fal.
Jemi 2026-ën. 3 vite. Po, 3 ikën vite. pastaj. Ikën ky, shkon pension. Mos më dilke Zoti Dumani 2028. Ju mendoni se do ketë dikush guximi nga këta të godasë krimin organizuar, pa marrë garanci për jetën e tyre dhe të familjarëve të tyre? Çfarë janë këta? Zoti janë këta, nuk janë njerëz këta, nuk jetojnë në Shqipëri. Po ka marrë përsipër. Po çka ka marrë përsipër? Po të fut njerëz në burg pa prova, jam dakord unë, atë po, jam dakord. Fusim në burg akoma edhe ajrin edhe pemët edhe lumejt dhe çfarë të duash ti? Si bëri ky? Ky çfarë bëri? Ky futi të gjithë opozitarët në burg, futi të gjithë ata të cilët quhet sikur opozitar. Berishën, Metën, Ametajin, të gjithë këta të cilët Ameta e opozitar? Zëvendës kryeministri? Dëgjoj mua, opozitar brenda qeverisë o vlla. Po jo, Ameta i ta them unë, Ameta i ka qenë. Po derisa erdhi Flaka, e di çfarë do thot Flaka? Erdhi Flaka pas ta po opozitar. Bravo. Po jo, nuk ishte opozitar. Po opozitar në interesin e tij. Opozitar në interesin e tij. Pra, ai ka qenë dhe është pjesë, po më dëgjoj. Pra ti duhet të kuptosh këtë gjë. Disa procedime që kanë ndodhur tek rrethi dhe obori zotit Rama janë bërë që të bindet opinioni publik, që SPAK-u nuk ndikohet vetëm për shkak se është ky Sali Berisha, Ilir Meta, Ahmetaj, po duhet edhe Bllako dhe Lefter Koka dhe të gjithë këta të arrestojnë. Pse? Sepse duhet që populli të bindet që ekziston. Shiko, këtu prokuroria jonë është shumë organizuar, është një prokurori që ka prek të gjithë këta njerëzit, nuk ka njeri të paprekshëm në Shqipëri dhe ai që tha fjalën që nuk ka të paprekshëm quhet Altin Dumani. Pra, ju duhet kuptoni që loja që luajti Altin Dumani ishte në favor të zotit Rama. Ai u vërtetuar nga 11 maj që zoti Rama mori me bekimin e zotit Dumani 83 mandate dhe tani çfarë do të bëhet tani në këtë situatë që është zoti Brau? Do të bëhet ndryshimi. Pra çfarë? Aty nga korrupsioni do përfshihet korrupsioni, krimi organizuar, organizatat kriminale, kartelet dhe do dali politika. Dhe në fund fare, në disa raste kur zoti Brau do të shkojë në nivelin e zotit Dumani dhe madje do ta kapërcejë zotin Dumani se ka konkurrencë, sepse të gjithë këta 20 shenjtorë që janë sot te SPAK-u në 2029 të ndalin pensionist, duhet në fund fare të mbrojë veten e tij. Si do ta mbrojë veten e tij? Në fund fare zoti Brau mund të bëj guximin e madh, të marrë në pyetje zotin Rama, të marrë të pandeur. Kur mund ta marrë kur? Të pandeur ka një dyshim që do ta marrë, të pandeur do ta marrë. Kur merr në pyetje kur drejtësia amerikane do të rihapi rastin e McGonigal, unë mendoj që Brau mund të dalë dhe të mbrojë Ramën dhe të japi dorën dhe të thotë, shiko, nuk do të hetojnë amerikanët, por do të hetojmë ne shqiptarët. Dhe e dini shumë mirë ju që kur shqiptarët hetojnë edhe ka janë kryeministin në Rama në krye detyrës ose jo, është në varësi kjo mbar të rrethanave dhe të tjera, duhet keni parasysh diçka që një prokuror që të jetë i pavarur, nuk duhet që familja e tij dhe pjesa e tij familjes të jetojë dhe në kuptimin të punojnë në administratën shtetërore, se është një formë presioni. Për prokurorin flasun, lere për gjykatë tani në këto momente. Pra do të thotë që do të ketë guxim zoti Brau që të arrijë këtë gjë, unë mendoj me shumë vështirësi, por unë inshallah gabofsha dhe unë dua gjithmonë të gaboj, sepse ndonjëherë është edhe një rast që themi më mirë provokon që personi mos të gaboj, po duhet të gaboj. Dhe ka edhe një rast i cili duhet edhe të gaboj që të dalë një rezultat i gabuar, por në fund fare fitimtar për gjithë shqiptarët. Uroj që aty duhet të jetë shifra e dur që zoti Brau duhet të godasë. Kalon pro SPAK-u ta vasha. Një sekond. Me këtë që the, drejtësia nuk është. Një sekond. Drejtësia nuk është SPAK-u. Pastaj në rast se drejtësia shqyrton provat dhe thotë që këto prova që më sjell mua kundër Ramës, kundër Metës, janë prova të cilët nuk janë prova, sigurisht gjykatësi i hedh Brahos dosin në kokë. Okej, mirë. Zhlima, rikthehem sërish se thash edhe një herë, debati nuk do dua ta bëj unë sot se ne kemi bërë këtë debat, meqense kam Prençin. Tani Zhlimën e dëgjove. Zhlima ka linjën e tij kritike ndaj prokurorisë posaçme, SPAK, unë gjithnjë bëj debat për të kuptuar bashkë me audiencën. Tani Prençi më thuaj, ku jemi me SPAK-un në këtë fillim vit dhe për gjatë 2026-s? Shikon, unë jam i bindur që zoti Brau është një prokuror me integritet. Ka patur suksese në fushën e hetimit dhe meqense është më shumë të i profilizuar të krimet e korrupsionit, dhe ka qenë dhe i suksesshëm në raport me këto
lloj kriminaliteti, do të sjell vëmendje që ai ka mundësi që të ndikojë në Shqipëri që të harrohet emri i Altin Domanit. Me çfarë mund ta bëj këtë ai? Të shkoj përtej. Ku? Ja, se do t'i them ose ku. Politikat qeverise bëhen, si që përmenda dhe në fillim për atë çështjen e përmbytjeve, bëhen për interes publikut ose për ta vjedhur publikun. Atë $1.7 atë raportin, në Shqipëri është instaluar një format që ka dalur dhe në krimet në grupin e Akshit. Po? Ka dalur ajo tendri bën 2 do ta bëjmë 4. Pra kjo qeveri ka instaluar 2 fishimin dhe 3 fishimin e preventivave ndërtimore të një projekti, të një objekti, për të përfituar maksimalisht qeveritarët, oligarkët, operatorët, ndoshta i fyem, po të quajmë oligark, operatorët konkurrues, të cilët nëse për të bërë një punë, për të prodhuar një karrike, duhen 5 lek, qeveria e planifikon 15 lek. Që të ketë me vjedh qeveritarët edhe zinxhiri i qeveritarëve dhe në fund t'i ngelen edhe operatorit edhe të prodhoj karriken. Pastaj karrika thyet për 2 ditë, thyet për 3 ditë pa rëndësi ka. Kjo është shembulli. Fakti që një qeveri brenda pak viteve e çoi 1 kilometër rrugë nga 5.7 1 kilometër autostradë nga 5.7 milion euro në 20 milion euro, do të thotë që është 3-4 fishuar për të vjedhur, sepse ne nuk kemi parë rrugë me cilësi. Në parullën e Edi Ramës rrugët i lënë rrugëve, qeveria e Partisë Demokratike, pra i ka lënë rrugëve. Sot rrugët nuk janë rrugëve, po kanë rënë gremin, janë shembur të gjitha. Të gjitha unë nuk di ndonjë projekt të filluar dhe të mbaruar nga qeveria e Partisë Socialiste, që të ketë mbaruar me standarde dhe të mos jetë dëmtuar. Ndaj dhe do të dalë drejt për drejti tek detyrimet e SPAK-ut. SPAK-u duhet të kalojë në hetime kryesisht politikat e qeverisjes së Partisë Socialiste për 12 vitet e para. Politikat. Strategjia e trajtimit të mbetjeve. Po? Është dosjen e senatorit. Të shkojë në fund. Ato nuk Të shkojë në fund kush janë? timore? Të mbaroj, jo, të lutem, tani pa. Dumani, shikoj jo tutje me ka thënë Dumani këtë. Është në fazën timore, procesatimi. Nuk ka pafundësi. Tani am pyete. Ka zvarritje. Okej. A më pyete? Zvarritje e qëllimt. A më pyete? Ecim. SPAK-u duhet ta mbyll. Okej. Strategjia e trajtimit të trajtimit të mbetjeve spitalore. Okej. Dështim. Pra brenda kemi 3 strategji të trajtimit të mbetjeve. Dështim. Strategjia e sterilizimit të përqendruar, të privatizuar, të vjedhur, dështim. Dosja Beqej, kam përshtypjen. Strategjia e check-upit. Dosja Beqej. Po prit para tani. Jo, po ja sqaroj publikut pra, ti sqaron për publikut çfarë dosje janë. Strategjia e zvoglimit të riskut dhe minimizimit të fatkeqësive efekteve të fatkeqësive natyrore. Ktu s'kemi gjë. Asnjë qindark në infrastrukturë kritike dhe Balluku më ke çështje. po dalim për këtë përkeqësimi. S'ka tipike. Strategjia e kontrollit territorit përfshi edhe satelitët. Kontrolli i territorit për fenomenet e paligjshme. Dështim i kësaj qeverie. Pra, pastaj strategjia e rikualifikimit urban. Janë prishur gjithë qytetet ku janë investuar trotuare, bulevarde, më thatash me pllaka guri e kanë dalë për eventet. Strategjia e infrastrukturës funksionale në Shqipëri, 0. Të ka shkuar rruga Qukës Qafploq, sot ka ndodhur fenomene tjera. Ushjem prap. Strategjia për arsimin në Republikën e Shqipërisë e kanë pranuar që është një dështim. Strategjia për shërbimin falas, dështim. Strategjia e luftës kundër korrupsionit, qeveria 0. Luftë kundër korrupsionit. Më jep vetëm një rast që instrumentet e qeverisë, jo të pushtetit të
të prokurisë dhe gjyqësorit. Duhet të instrumenteve që ndalojnë korrupsionit, sepse qeveria ka instrumente duke filluar që tek Agjencia e Inteligjencës Financiare në Ministrinë e Financave për pastrimin e produkteve të veprës penale. Tek krimi ekonomik, evazioni, korrupsioni e tjerë që i mbulon krimi ekonomik në drejtorinë e përgjithshme të policisë, në departamentin e hetimit të krimi, që tek auditët e çdo ministrie dhe çdo institucioni të pavarur, edhe tek drejtoritë apo agjencitë që funksionojnë. Po të dalim burgje ty me kaq shumë sa përmendje? Të lutem, a flasim për të shërbyer shqiptarëve? Në rregull, po. Strategjia për bujqësinë, i nderuar, kemi humbur të drejtën për të përfituar nga fondet i partë. Jo më pak se 112 milion euro. Bujqit tanë dridhen se nuk guxojnë dot të mbushin zetorin me naftë. E plot strategji që mos i mërzis të teleshikuesit tuaj, spaku të morë gjithë strategjitë që janë politikat qeverisjes, si i kanë menduar, si i kanë realizuar, pse nuk i kanë realizuar, kush i ka penguar, kush i ka sabotuar, kush i ka neglizhuar, kush ka mbajt qëndrim pa kujdesshëm detyrë. Unë nuk po bëj kualifikimin e veprës penale, se sa kam këtë të drejtë. Por nëse don spaku të futët të jetojë strategjitë edhe t'i kthej përgjigje qytetarëve shqiptar përse Sako i Durrësit në vitin 2025 ka paguar 6 milion euro kompanisë inceneratore. Përse? Ku e merr këtë guxim? Një person në kërkim ndërkombëtar, të marrë të pandehur, financohen çdo vit nga Bashkia e Tiranës, Bashkia e Durrësit dhe gjithë bashkitë e Shqipërisë për përpunimin e mbetjeve, ndërkohë ku qeveria shqiptare ka lançuar strategji tjetër për trajtimin e mbetjeve në nëntor të vitit 2025 dhe ka heqë dorë nga incenerimi. Tani, a do vazhdojmë të tallemi me opinionin publik apo do t'i ndërgjegjësojmë që kjo qeveri vetëm të vjedh? Ne s'kemi gjë me individ caktuar. Fakti që ka dështuar që kjo lloj qeverie, ki sekt qeverisja, ka dështuar në strategjitë e planifikuar të politikave të saj, tregon që o nuk ka pas ekspert për të implementuar strategjitë, ose ka gabuar me politikat, ose ka ngritur një sistem për ta vjedhur shqiptarët dhe jo për të investuar, për të përmirësuar jetën dhe infrastrukturën e qarkullimit. Okej, unë do rikthehem sërish. Unë kam besim, unë kam një besim që nëse ka gjak shqiptari dhe nëse ka dell juristi, zoti Braho do ta çojë përtej punën e Dumanit. Në të kundërtën, mas një viti, ne të tre, nëse jemi gjallë, të shkojmë t'i pim kafen pa sheqer, e t'i thomi rahmet past, ose ndjes past, si thoni ju. Njësoj. Faleminderit. Në ato strategjitë që përmendët, shumë qartë del emri Edi Rama. Po strategjitë janë politikat e qeverisë. Unë nuk i përmenda kot. Del emri Edi Rama. Në rast se ky prokuror i ri thotë që nuk është i trembur, nuk është i trembur nga asnjë pushtet, edhe sidomos nga pushteti ekzekutiv, me këto që folët dhe me të shumë të drejtë, unë nuk marr pjesën e spakut dhe nuk mund të them që duhet të arrestohet, po të paktën të merret në pyetje. Patjetër, këtë thash. Nuk kërkojmë procedurë. Këtë thashun. Nuk bëhet për një statistikë, se ne nuk kemi këtu për këtë gjë. Po të paktën të merret në pyetje, se s'ka mundësi të dështoj Beqaj dhe Rama mos të pyetet. Nuk ka mundësi të dështoj Balluku, Rama mos të pyetet. Nuk ka mundësi të dështojmë Manastërliu, të dështojmë Gjaçka, të shiten pronat, të privatizojnë pronat e ushtrisë dhe mos të pyetet Rama. Pra do të thotë gjithë këta pas kanë hongër darda pas shpine. O vëlla, po është kështu, shkëm edhe ne vëlla atje, edhe bëjmë ministra, të hajmë edhe ne në i dardë, së shume, prandaj po them që, po do zoti Braho të rrisi nivelin e ti, edhe pa tjetër nga këto dështime që thamë prejnë me shumë të drejt, sigurisht që do guxim. Kush është spaku që do doje ti, Zhdima, se ti jetë kritik shumë i madh, je kritik sigurisht me bazët e tua, që cilat i argumenton, bazë ligjimi, bazën e perceptimit tuaj personal. Kush është spaku i 2026 që do doje ti,
çfarë do duhet të shihen në 2026-ën, le të themi si çështje hetimore, nuk po flasim për burgun, se burgun e thamë është një diskutim që a debat. Njërën e thej që të merret Rama në pyetje. Tjetër çfarë do kërkojë ti ndryshe? Unë nuk pres nga Spaku që të ndaloj punën, sepse më pëlqen mua që Spaku s'duhet të hetoj. Mirë, Spaku ka për detyrë të hetoj, po jo të bëj statistika. Dhe jam shumë i qartë për këtë. Por ajo që Spaku nuk e bën është flagranca. Pra, nuk do ta bëj. Edhe tani me krimin organizuar këto pradhat më mbret që do të shikojmë në tra, nuk do ta bëj. Thjesht do bëj sikur po e bën. Flagranca është gjëja më e madhe në kodin e procedurës penale. Pra unë sapo po kryen krimin të kap aty në flagrancë, brenda 72 orëve gjatë kohës së flagrancës. Këtu për mua quhet SPAK. Jo SPAK, shiko po na vin disa letër porosi, shiko ne po presim ndodhi rasti në Rinas, e ka marrë prokuroria posaçme ta hetoj? Se dim. Jo, sa them unë nuk e ka marrë. Çfarë thoshte Dumanit na sjellin me shkrimin e, ore, a janë vetë apo bën vetë këta njerëz? Shiko, zoti Zliman, një gjë. SPAK-u do provohet në dy çështje. Në çështjet ku është implikuar zonja Balluku, që ka të bëjë me çështjen e Unazës së Tiranës, sepse janë ende të pakolauduar si punime, nuk janë dorëzuar. A edhe ne qarkullojmë aty në... S'kan mbaruar. Pra ne qarkullojmë edhe nuk janë... Po ne qarkullojmë edhe në tunel. Çfarë thua? Ne kemi futur një vit, kemi qarkulluar në tunel, edhe pse kishim dëgjuar që nuk ka... Kishim dëgjuar ekspertët grek apo italian që nuk ka kushte sigurie. Jo vetëm aty në tunel, po në disa tunele. Unë nuk po i përmendim tani për etik, se me qenë se më kërkoni dhe unë të bëhem me etik, po të bëhem do të me etik, se i till jam. Unë jam i drejt për drejt, dhe unë qytetar po them të vërtetën. Ky kam qenë, ky jam, ky do mbetëm. Le të jemi keq i vetës, po të vërtetën duhet t'ia them qytetarëve. Problemi qëndron që SPAK-u ka drejt të provohet tek Unaza e Tiranës, ka drejt të provohet tek vjedhja e naftës, bankersi, sepse vazhdon akoma vidhet Shqipëria, dhe në mënyrë të veçantë që ka të bëjë me flagrancën, jemi në procesin e ndërtimit të aeroportit Vlorës, ku është prononcuar publikisht, dhe nuk dia e ka thirrë SPAK-u, Begjet Pacolli, është në prokurori Tiranës. Një biznes. E megjithëse ka nisur dhe një hetim në SPAK, e drejtë, ka nisur një hetim në SPAK, e drejtë. Të lutë, kanë dalë emrat e agallarëve. Në momentin që dalin emrat e agallarëve, fillon SPAK-u. Po, shiko, ore ta heqim fjalën SPAK, drejtësia e re. Themi drejtësia e re sepse të gjithë kanë kompetencë për ta mbrojtur Shqipërinë. Po. Tani, Begjet Pacolli ka deklaruar një shifër shumë të madhe, që flitet për 150 milion euro. Po. E nëse SPAK-u nuk do të veprojë në flagrancën për të gjetur 150 milion euro që ka deklaruar një biznesmen, do ta thoja i nderuar për Shqipërinë, se këtu në Shqipëri s'ka bërë gjë, po ka qenë një figurë e shtetit Kosovës, se ka qenë presidenti i Republikës Kosovës, deputet, dhe nuk jam këtu për ta mbrojtur, ai ka mund të ketë ato problemet e veta, por fakti që ka deklaruar që më bën pabesi, se më sollën turqit, pa e ditur, e mi futën në pjesë, pavarësisht çam kishim premtuar, SPAK-u tulet edhe të shikoj vetëm kontraditat e bisedës midis Ramës, Ballukut, Begjet Pacollit dhe veprimeve konkrete në aeroportin e Vlorës. Por ka një problem. Po. Unë kam një informacion që ai 2% që ka hinë lojë. Që 2%? Po. Po një që ka hinë një konkurrent, një ortak me 2%, nuk është i paqenur, se përfaqëson dikan. Dhe ndaj do të shkonte ai 2% do të shkonte 49 ose 51% dhe të bëshin dalje me nuk e di. Një mik të Ramës. Tani unë dua të them ose më mirë themi një vëlla të Ramës. Po, unë dua të them edhe diçka. Një si vëlla. Për zotin Rama, kjo më duket është edhe një përgjegjësi politike, se me sa mos gaboj unë në 2021 ishte një premtim elektoral që do ndërtojmë aeroportin e Vlorës, mos e gaboj unë. Pra do të thotë që zoti Rama kishte premtim. Dhe përderisa e premtoi,
do thotë dhe organizoj skemën për të ndërtuar. Tani a është ndërtuar me ndershmëri apo jo, ne se dim. Po kjo është mbeti një skandal. Ta kërkoj një nder. Po. Me kujtove një diçka edhe du për ato qytetarët, bashkëqytetarët e mi, t'u jap një lajm të mirë pritur që Rama i terrorizoi për ndërtimin e hidrocentralit Skavicës. Dhe nga dje ka vdekur. Hidrocentrali Skavicës nuk do të bëhet më, nga dje. Pasi është hequr nga programet afat mesme dhe afat gjatë të qeverisë shqiptare, për shumë arsye të cilat do të kemi kohë të ndërgjegjësojmë bashkëqytetarët Dibran, sepse e kam pas që kiq mbi kokë dhe ca shkencëtaruca dhe inxhinieruca, dashamirës dhe servil të qeverisë që argumentonin që bëhet për dy arsye, për të shtuar energjinë elektrike dhe për të parandaluar përmbytjet në Shkodër. Unë ju them sot, nuk do të keni ma mundësi të bënin genocid në popullin e Dibrës, të mbytni përjetësisht 35 fshatra me 20.000 banorë në Dibër për të parandaluar përmbytjen e përkohshme të 600 familjeve në Shkodër. Jo, Dibra nuk do të mbytet nga liçeni i Skavicës dhe nga projektet e Ogurzeza të qeveritarëve shqiptarë, të kuq dhe blu. Pasi atë projekte kam pas ëndër zyrtar të gjitha qeverit për të vjedhur për vete dhe jo për t'i bërë mirë Shqipërisë. Andrej Prenqi, po vazhdonim zhlima bisedën e një spaku sipas standardeve tuaja ideale. Po, mbaroj flagranca, pastaj duhet kemi parasysh që spaku ka zvarritur shumë dosje, pavarësisht se i kanë të regjistruara. Dosja Balluku nuk është thjesht lajmi i fundit, por është thjesht fakti i përditshëm, i përditësuar gjithmonë në rastin e spakut. Një kallëzim penal i 2021-shit del si rezultat i 2025-s edhe kërkohet të jo thjesht mas sigurimi fillestare, por tregohet qartësi që prokurori kërkon të bëj një show politik duke bërë fillimisht duke marrë panderë zonjën Balluku dhe në fund fare duke kërkuar pezullimin e detyrës së saj dhe pasi nga pezullimi kryeministri i detyruar gjykatës kushtetuese patëm rastin duke parë që bëri kërkesën për heqjen e imunitetit. Pra, këto dy fakte na tregojnë qartësi që spaku nuk ka pjekuri juridike të dur apo nuk ka guximin e dur në momentin e dur. Pra do të thotë që ne nuk mund të presim nga një prokurori e cila është ardhur nga një sistem më parshëm, që janë plepat 1, të rivazhdoj frikën, procedurën dhe zvarritjen të paqëllimt, ose më mirë një zvarritje e cila nuk ka justifikim, të na thotë që ne sapo themeluam, ne nuk ishim gati, pra më fal, kjo drejtësi nuk është drejtësi e re në kuptimin që këta i morëm nga bankët të shkollës dhe i futëm në krye detyrës. Këta i morëm nga institucionet të drejtësisë së mëparshme, i hoqëm nga aty, i çuam po të njëjta strukturë që quhet drejtësi ose të njëjti sistem drejtësi dhe i tham çuna, goca, jeni gati të luftoni edhe flagrancën, edhe mos zvarrisni procesin. Dhe jo me justifikimin që kemi dosje, sepse, shiko tani, jemi realist tani. Dosjet ka gjykatat dhe prokuroritë e zakonshme, se kanë shumë subjekte, pra kanë gjithë qytetarët shqiptar, ata kanë 140 deputet dhe funksionar publik. Tani nuk janë të gjithë funksionar publik. Edhe kriminal. Kuj ke? Ku shjetoj grupet kriminale? Po ku ka më grupet kriminale? Të pafajshëm do t'i kesh në burg, të pafajshëm do t'i kesh në burg ta garantoj unë ty. Të fajshëm do t'a kesh, ngjarja si ndodhi në Rinas, spaku do të kishte shku në flagrancë, do të thoshte prokurorit të Durrës apo Tiranës kush e kap, ik zhdu kutisa do ta marr unë sepse unë kam të gjithë infrastrukturën për të parë situatën ashtu siç duhet. Dhe jo ne të presim të ndodhin ngjarje kriminale në Shqipëri, edhe thot spaku, pasi erdhi mos kompetenca nga gjykata nga prokuroria X, unë tani po hetoj. Jo zotri, krimi organizuar luftohet në flagrant, sepse ne jetojmë në atë qytet, jetojmë në këtë vend dhe në çdo moment një band kriminal mund të vrasë një band tjetër, por në sy të qytetarëve të pafajshëm. Jo sa ata që vrasin njëri tjetrin janë të fajshëm, por edhe ata të pafajshëm janë, pse zgjedhin rrugën më të gabuar të larjes së sapesh. Por puna është si ka mundësi të përfshihemi ne, si qytetarë të thjeshtë të këtij vendit, në konflikte midis grupeve kriminale, sepse kryeministri ose minimalisht kemi riskun. Kemi riskun, kryeministri i vendit tha hangshin kokat e tyre. Ore,
A derisa e tha kryeministri i tyre të paktën le të hajnë përpara kryeministrisë. Po jo të çdo deri qytetarit shqiptar ne qarkullojmë në për autostrada dhe kemi frikë të qarkullojmë për sepse situata është e pasigurt për shkak se nuk ka as policia e shtetit nuk është në nivelin e durrës, është policia e partisë, se kemi thënë vazhdimisht këtë rastin e kryepolicit që çfarë bëri kryepolici? Doli në një konferencë për shtyp dhe normoi një ligj. Çfarë? Parkim makinave 2 fish për bën vepër penale. Ku ndodh këtë në një vend demokratik më? Ku ndodh në një vend që ka një të paktën polici shteti dhe jo polici partie? Kur nuk ndodh kjo gjë? Prandaj them që unë nuk është se pres në gjë shumë të madhe, sepse unë dua në detyrën time si avokat, unë i kujtoj gjithmonë gjykatës në proces niveli i saj ku duhet të jetë kushtetues. Në rast se gjyqtari bën pakt dhe është në pengmarrje, unë s'mbaj përgjegjësi sepse ai ka shkallu. Edhe prokurori kur është në pengmarrje, se ka ndryshuar mbiemrin ose ka bërë ndaj gjë, ka bërë ndaj video seksuale, korrupsioni, unë se mbaj peng atë. Ai ka mbajt vetë peng vetën e tij, jo unë. Edhe i kujtoj edhe prokurorit dhe gjyqtarit që të dy ju do mbaroj dita e punës tuaj, po do të dilin te kjo shoqëri, nuk të jep ty asnjëri amnisti. Leja atë që thënë do të ja marrin azil jashtë shtetit. Pra, kjo narrativ që është ndërtuar që prokurorët e posaçëm dhe gjykatësit do të ikin nga Shqipëria sepse do fusin këta në burg edhe ne do shpëtojmë, kjo është një mashtrim sepse rastet të ndryshme, edhe rasti i Madurës, po e pe, do kalojnë e pe çfarë tha Trumpi, ore do qeverisë nga partia e tij derisa të gjejmë radhën të futemi ne dhe të mbështesim dikë tonin. Pra do thotë që edhe pse ja. Shkurtimisht, dosin akshi, si ke parti? Është një tim cilësor ku dalin personazhe të kësaj natyre. Kupton ti që s'pa ka bërë një gjysmë punë aty sipas konceptit tuaj avokat. Rasti i Akshit ishte një rast i cili filloi dhe cenoi interesat e brendshme të SPAK-ut, cenoi sigurinë, cenoi vijat e kuqe, jo sepse ishte momenti për të arrestuar, por sepse në një moment të caktuar edhe vetë njerëzit kur janë të detyruar jo me dëshirën e tyre, po me detyrim të dhunshëm, të bëjnë disa veprime në fund fare shpërthejnë dhe është natyra njerëzore të shpërthesh ndaj një person që të bën ditë për ditë presion, sigurisht që do të marrësh një mas, por më lejon të them një fakt tjetër. Zoti Dumani ishte personi që ishte, do thosha, afër zotit Manja, Ulsi Manja. Një foto qarkullon dhe asnjëri nuk e ka fshehur, një takim privat të tyre. E drejta e tyre të bëjnë takime, po ju e dini shumë mirë që nesër njerëz merren në qafë për arsye takimesh. Interpretojnë takimet, bën thashë them. Pra këtu kuptohet qartësi që zoti Dumani ka marrë politikisht një garanci që Partia Socialiste fiton mandatin në 4, ashtu siç ndodh në realitet që Partia Socialiste me gjithë këto arrestime, procedime, statistika, dështime, zoti Prençi i përmend të gjitha dhe sikur të ishte pra përfaqësues partie dhe vet Partia Demokratike që partia e dytë nuk i thotë këto dështime që tha zoti Prençi. Pra, duke marrë të gjitha këto si referencë, zoti Rama nuk mund të marrë 83 mandate duke pasur task force-ën e zotit Dumani aty në krye detyrës si do t'i kapë të gjithë në flagrancë. Pati unë të arrestuar nga Partia Socialiste? Jo, nga opozita. Dhe madje u morën me një parti të Enkelejt Aliberit në Fier. Pra, e kupton tani çfarë të SPAK-u? Ikëm nga kjo. Zoti Dumani në momentin e fundit, për shkak të inatit se e tradhtoi edhe Ulsiu, për garancinë që do të merrte mandatin e dytë dhe do të ishte ai edhe do të ikte si kryetari i SPAK-ut me kokën lart, dhe do të bënin ata një pazë, do të bënin një taktik të bukur, të bënë ndryshime të ligji organik, s'ka rëndësi kushtetuta, se këta për kushtetutin për një ditë e bëjnë, dhe zoti Duman të ishte dhe të emëronte përsëri kryetari i SPAK-ut me ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Kjo gjë nuk ka arrit, sepse patët shumë mirë rastin e komisionit Xhafa që u ndërpre dhe pastaj rifilloi. Kur Dumani pas ka shërbyer kaq shumë mirë Ulsi Manjës dhe qeverisë, pse nuk ja dhan këta shdima? Një sekond. Me qenë se po thoni kështu. Një sekond. Dhe pastaj zoti Dumani tha, tani kemi të bëjmë me një dosje shumë të fortë, që është Akshi. Dhe para se zoti Dumani të firmoste aty, në një firmë ke zotin Xholi, kandidatin për të marrë drejtimin e SPAK-ut dhe firmos në emër dhe për llogari të zotit Dumani, për shkak se zoti Dumani ishte mos gaboj në Bruksel duke raportuar atje. Dhe kjo gjë pse ndodhi, sepse pabesia, prandaj ju thash, janë këto pakte të cilët ti bën pakt dhe në fund fare quhesh i tradhtuar. Kush e tradhtoi Dumani? Partia Socialiste, zoti Rama dhe zoti Manja.
Shumë që përmende Xholi. Po zoti Xholi ishte personi që u detyrua të firmosë në fund fare dhe në fund fare për shkak se firmosi anëtarët e Partisë Socialiste që janë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nuk votuan atë, po votuan zotin Brau, sepse ne kemi thënë shumë mirë këtu që zoti Brau do emëronte sipas fotografive që kanë nxjerr ambasada amerikane. Dhe ne kishim paraprik këtu që zoti Brau do emëronte sepse në çdo foto dilte Dumani, dilte aty Brau, dilte Dumani, dilte Brau. Pra, në çdo vend dilte Dumani kishte edhe nga një Brau nga mbrapa. Pra do të thotë që e gjithë kjo situatë që është ndërtuar e bukur që duket në publik që amerikanët, ndërkombëtarët, afrikanët bëjnë namin, e kupton? Por ju duhet keni parasysh diçka. Kur merrni një kredi, kontratat tek kredis janë ato që ne themi ose kur bën një kontratë ti, janë disa shkronja janë të rregullta, i shikon. Kanë disa kontrata që janë disa referime dhe ato janë në gërma shumë të vogla. Pra nuk i shikon dohet patjetër të shikosh me kujdes. Dhe aty unë them gjithmonë fshihet djadhi në detaje. Dhe ajo është detaje, pra detajet të cilat kemi parë rast pas rastet, të rastet edhe të zotit Duman dhe zotit Brau, do të shikosh që aty fshihet një detaj fort dhe atë detaj nuk e dim ne dhe nuk del në hapat e para fillestare. Ajo do dal pak më vonë. Ajo do dal në një moment të caktuar. Prandaj ju them që duhet të mbajmë pak frenat, sepse duhet parë gjithmonë se si zoti Rama do të reagojë në ngjarje të cilës është përfshirë ai. Spaku në fund fare mund të bëjë vetëm këtë, zvarritje në një dosje, jo asgjësimin, sepse asgjësimi bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, në rast se Sali Berisha dhe Edi Rama bën pak. Që nuk e kanë të vështirë. Mirë, të lutem regjia Sile se duhet kaloj tek çështja e fundit, që do lidhet sërish me çështjen e Spakut, le të themi edhe qeverinë, por qeveria është mbledhje për mbytyjet në Itali dhe në Kroaci. Okej. Jo për këto të Vlorës e të Durrësit, kishte thënë kryeministri se çaj kokën fare. Kokën të hajnë ata që kanë rënë kënet. Çu ka thënë vërtet? Kanë ardhur vetë. Okej. Si kam sjellë. Siglën tuta. Mirë, çështja e tretë që ne ndalemi për diskutuar lidhet pikërisht me atë që ndodhi në Venezuelë. Arrestimi i presidentit të këtij vendi, Nicolas Maduro, nga forcat speciale amerikane Delta Force dhe përballja e tij tashmë në drejtsinë amerikane, si një person i cili ka qenë i përfshirë në lidhje direkte me krimin organizuar, kartele, le të themi The Sons, të këtij shteti, dhe që sipas president amerikan dhe ligjeve tashmë në fuqi atje, ky personazh ka sjellë dëme të mëdha Amerikës për shkak të përfshirjes në trafikun e drogës, por edhe të armëve. Por çfarë ka ndodhur? Duhet kujtojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri vazhdimisht kanë ngritur, le të themi, shqetësimin për të luftuar grupet kriminale të organizuara të lidhura me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe siç e kemi parë nga SkyCC, ato janë të shumta, me lidhje të cilat shkojnë dhe në Venezuelë, ku dhe nga Maduro dikur pati përmendje të shqiptarëve në kartelet atje, e po ashtu dhe në shumë shtete të tjera ku prodhohet tashmë kokaina. Por diskutimi që unë shtroj sonte në këtë emision është se çfarë modeli të ngjashëm apo ndoshta edhe të ndryshëm mund të ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë atë që kërkojnë, goditjen e krimit organizuar, që në këtë rast ka përfshirje të shqiptarëve. Prençi, ta nisim së bashku? Ta nisim, s'ka problem. Atëherë, si mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara dhe në Shqipëri për të goditur krimin organizuar, a mund të ketë goditje të figurave të rëndësishme politike, modele të ngjashme? Se nuk besoj që do na marrin dikë me helikopter. Spari, unë kam një eksperiencë punë në institucione shtetërore dhe nuk mund të artikuloj që ajo që ndodh në Venezuelë do të ndodhi edhe në Shqipëri. Nuk e presim. Nuk e presim në atë lloj formati. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hir të vërtetës e kanë merituar prej shumë vitesh atë titullin gjandari i botës. E kanë merituar për shkak të vitalitetit, forcës, informacionit, gjithçka. Ata nuk veprojnë pa padur një informacion të hollësishëm. Fakti që ato kishin bërë stërvitje prej 8 muajsh, stërvitje të simuluara me 3 vila të ngjashme të ndodhura në vende të ndryshme dhe kishin aktivizuar në stërvitje simuluese të njëjtat forca dhe struktura
që do përdorin në operacionin për marrjen peng të Maduros, ku do të aktivizoshin mbi 150 helikopter, mbi 22 avion, mbi 14 qendra komandimi mobile aerore, me të gjitha të dhënat në kohë reale, dhe trupat më speciale, Delta, dhe shërbimet kishin vepruar prej shumë kohësh në atë rajon, e plus që kishin depërtuar që të merren informacione nga shtrati i Maduros. Kur them shtrati, nga shërbetorët që shërbenin në shtëpi. Dhe ky operacion ka qenë i frikshëm. Pra për gjithë opinionin botëror. Nuk mundet këtë lloj operacioni ta bëjë asnjë shtet në botë që ka bërë Amerika. Leri të tregojmë pralla sa të duam ne. Të fusish në por si e ka bërë? E ka bërë se Amerika e din që Venezuela nuk ka ushtri. Nuk ka ushtri formale. Ka paramilitar që i shërben regjimit. Të tillë ka ngrit Chavez, të tillë ka lënë Maduro dhe i kanë përdorur paramilitarët jo për të mbrojtur Venezuelën, jo për të ngritur një strategji të mbrojtjes kombëtare të Venezuelës, po për të shërbyer regjimit për interesat të prodhimit dhe të eksportit të kokainës drejt Amerikës kryesisht. E nëse Amerika ka informacion dhe ka provat pa kontestueshme që ti si president përdor të gjithë paramilitarët që i kenë shërbimin tënd, zbashku me grupet, kartelet e drogës, për të mfutur me tonelata drogë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ta destabilizuar, edhe qëllimi është me platformë kjo, do ta marrin vesh më vonë. E ka pas platformë për ta destabilizuar Amerikën për shkak të Maduro, po. Jo vetëm Maduro, po edhe shërbimin, për destabilizuar Amerikën në raport me dërgimin e sasive të mëdha të drogës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kjo është një luftë e hapur e një forme të re me ato që ka mundësi Maduro. Pastaj më vonë, nëpërmjet inspektorit të përgjithshëm, përtej atyre që kishin shërbimet e FBI-t dhe të CIA-s, ata kishin marrë një informacion shumë thollësishëm nëpërmjet sistemit bankar se sa i kishte raportet përfituese Maduro, bashkëshortja, i biri, etj. Dhe ku i kishin depozituar. Në këto kushte, pasi e ka pjekur gjithë informacionin, kanë filluar stërvitjet simuluese në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Madje edhe në disa vende më afër Venezuelës. Forcat Delta, ne s'kemi sa të janë sekret, Amerika nuk i ka sekret, i ka pas edhe në bizë marrëdhënieshit. Forca Delta? Po, për operacionet të ngjashme. I ka patur në shumë vende të Ballkanit. Okej. Atëherë, Amerika pastaj forcat Delta i ka të trajnuar deri për futjen në dhomën e blinduar për të shpëtuar jetën. Pra deri atje që për ndërhyrje në të qindrat e sekondës që edhe nëse ti futesh në dhomën e ngujimit për të shpëtuar kapjes, forcat Delta hapin. Forcat tjera se hapin dot, se s'kan pajisjet. Po ato e hapin për maksimumi 30-40 sekonda. Sepse të tillë operacion duhet të realizosh për të dalë i suksesshëm, për ta marrë gjahun edhe për t'u larguar drejt Amerikës. Po të bësh një operacion me pjesëmarrjen e gjithë këtyre mjeteve ajrore, të koordinuar nga më shumë se 22 qendra komandimi, secila kishte në patronazh jo më shumë se 5 deri në 7 helikopter, sipas detyrave, dhe kalonin në kohë reale duke raportuar, duke u transmetuar drejt për drejt. Dhe normalisht një president i Shtetit Bashkuar të Amerikës si Trump ndihet shumë komod kur ushtria e tij, kur forcat Delta të tija i çojnë në kohë reale në shtëpi aty ku banon Trumpi dhe shikon pamjen e një operacioni të zhvilluar në një territor të një shteti tjetër me një sukses kaq të lartë. Shkojmë tani te cenimi i integritetit edhe prava me mbret që po thon ta. Zotri, nëse ti je shteti fuqishëm dhe dikush mundohet të të fusë gurën në rrota, unë të kapi ku të du. Edhe kryeministri i Shqipërisë ka ngritur satelitën
për kontrollin e territorit në rubrikën e Shqipërisë, për pa lishmërinë në ndërtime dhe pa lishmërinë në kultivimin bime narkotike. Ka ndonjë dhënë satelitore ti? Kanë shqiptarët Ministria e Mbrojtjes, kanë ndonjë dhënë satelitore? Ne fikim radarë, çfarë? Zotëri, ne kemi organizuar sipas përkatësive të Ministrisë Brendshme dhe të Ministrisë Mbrojtjes fikjen e radarëve për realizimin e trafikut ndërkombëtar të drogës. Kurse Trumpi ka ngritur një sistem që çdo kartel droge që nis anijet nga Venezuela për të çuar drogë në Amerikë asgjësohet. E ka bërë publike, mos u nis. Edhe Maduros hiq dorë nga mbështetja e karteleve dhe bashkëpunimi me kartelet. Ka mbi një vit që i thot hapur publikisht, ndërkombëtarisht. Po kur ti kryen veprimtari recidiviste në interes të kartelëve të drogës, me qëllim destabilizimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë jam presidenti Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë të kapa të çej para të gjykatës. Ai nuk e vrau. E kishte mundësinë ta vriste. Nuk e vrau. Një regjim si regjimi i Rusisë, i Putinit, ose i Kim Jong-unit do ta kishte vrarë. Kurse Trumpi ju tha forcave e dua në qelit e Manhattanit para gjykatës për dhënë llogari për veprimtarinë e paligjshme që bën ndaj Amerikës. Ai nuk e ka marrë sepse Maduro ka vrarë njerëz. 85 njerëz humbin jetën çdo natë, vritën në Venezuelë vetëm nga përplasja e grupeve kriminale. Se është gjithë jeta. Pse dolën populli i Venezuelës duke festuar? Sepse nga ky moment nuk do të ketë më mbështetjen e presidentit dhe të paramilitarëve, grupet kriminale për të vrarë popullin. Okej, faleminderit Prençi. Unë jam pro operacionit, nuk jam në mënyrë kategorike dhe nuk analizoj shkeljet e marrëveshjes ndërkombëtare, të drejtës ndërkombëtare në mënyrë kategorike, sepse jam i bindur që Trumpi është konsultuar me këshilltarët e vet për të drejtën ndërkombëtare. Okej, faleminderit Prençi. Tani si shikon çështjen e drogës, Zhllima? A mendon si shqiptarët janë vërtet problem? A mendon se një ngjashmëri e një operacioni të tillë mund t'i vinë në ndihmë edhe një moment caktuar Shqipërisë për të goditur grupe të caktuara kriminale? A do duhet të ishe ti pro një ndërhyrje të tillë? Së pari të ky aksion kemi të bëjmë me shkelje të sovranitetit të Venezuelës, por përveç kësaj kemi të bëjmë edhe me një shkelje të së drejtës ndërkombëtare penale. Në aspekti juridik, unë jam i bindur që administrata Trump ka shkelur të drejtat ato të cilët veti ka normuar dhe në OKB. Por nuk kush jam unë tani të vendos disa vija juridike të një institucioni që vetë ata e din vetë se si operojnë për interesat e tyre shtetërore. Zoti Trump është biznesmen dhe si biznesmen nuk e ka në logjikën e tij të mendojë juridikisht, po mendon si biznesmen, por si një qytetar amerikan për interesin e shtetit të tij dhe sigurisht që në çdo moment si president do të marrë një vendimarrësi në rastin konkret që ne shikojmë të gjithë këtu. Po nuk do merrem te ky aspekt sepse ashtu e thashëm përpara, kush jam unë të komentoj a kemi cenim apo jo sovraniteti. Unë e di që kemi cenim, por thjesht kjo pamje këtu shikoni shumë qartë në mënyrë të thjesht qytetare, që cili do qytetar ose çdo person i këtij vendi që ka pasur pushtet, urdhrosi ka përfunduar dikush që në fushata elektorale kërcente, në fushata elektorale talli me njerëzit, në fushata elektorale nuk e donte t'ia dinte për varfërinë, në fushatat elektorale bënte sikur po bënte qeverisjen e vendit, po thjesht ishte i atashuar pranë organizatave dhe grupeve të ndryshme. Pra sot këtu ju shikoni një politikan të huaj, po mos harroni që në këto dy figura duken pushteti që ekziston në Shqipëri, pushteti gjyqësor që është indikuar mund të përfundojë kështu, pushteti ekonomik i cili është indikuar mund të përfundojë kështu, pushteti që ne themi ekzekutiv që është se ekziston në gjuhën shqipe, por edhe në traditën njerëzore, ajo që themi që vjen një moment vdekja. Vdekja nuk është thjesht e natyrës së personit horizontal dhe aty ku shkon në taksin e fundit, por duhet kuptoj që pushteti duhet të ikë nga njeriu që e mban në mënyrë të
me kokë lartë dhe një mënyrë ndryshëm nga ky që shikojmë sot. Sot Shqipëria është katandisur më keq se Venezuela, Argentina, Kolombia. Pra, ne sot qeverisemi nga një keq qeverisje e cila është kapur vetë në flagrancë dhe jo se statistikat e SPAK-ut e bërën që të kape në flagrancë. Zoti Shlima, do më lejosh të bëj pyetje? Po. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës provojnë me prova se një zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare, që e kemi konkret, po mos ta përmendem me emra, është implikuar në abuzimin, rekrutimin e zyrtarëve të lartë të FBI-t. Po. Po ky zyrtar i lartë, o ky ushtës politik në Ballkan apo në Shqipëri, ka cënuar demokracinë, ka luajtur me votat, ka bler votat, ka cënuar të drejtën e verdiktit popullor dhe normalisht fakti që ai e mbart këtë gjandarin në botë për të mbrojtur demokracitë në vendet e brishta. Edhe nëse i siguron këto prova, nuk mund të veprojë për të parandaluar një të keqe më të madhe? Po, i bën kërkesë vendit. Po. Po nëse ka një vendim gjykate atje që ai ka i implikuar? Bëhet njojë vendimit në Shqipëri, po, prokuroria e posaçme ose zakonshme është në varësi gjithmonë kush e ka për kompetencë, po, bën njojë në vendimin në Republikën e Shqipërisë. Po nëse institucionet shtetërore shqiptare nuk janë përgjigjur asnjëherë. Atëherë, edhe kur ai ka kërkuar, edhe kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që të fillojë, se është shprehur disa herë që Shqipëria është e lirë të vazhdojë procedimin për pjesën e vet. Po. Sepse në realitet me Gonigal ka bërë disa takime të pajustifikuar ligjërisht dhe me protokoll në Shqipëri. Po, jam dakord me. Ka shkuar nëpër Shqipëri, ka shpallur njerëzit, ka hartuar strategji për shpalljen njerëzit në Ngada dhe ka ardhur dhe ka marrë medalje në Shqipëri, ka marrë certifikata nderi. Po ai që i dha nderin, ai e u arrestuar për video seksual. Të kujtohet Rapush Gjaferi si u mlidhte lek shqiptarëve dhe kërcente atje me daulle me orkestra. Po një shqiptar ka këshilluar atë që të bënte të njëjtë gjë si Gjaferi, kupton? Edhe ky me Gonigali të njëjtë gjë si Gjaferi, sepse më shumë para ka marrë me Gonigali nga oligarkët shqiptar me qëllim për të goditur opozitën në tërësi, krerët e opozitës pavarësisht se kush ishte në detyrë, kush ishte jashtë detyre, kush u vënë detyrë, po ka investuar për krerët e opozitës për t'i shpallur në Ngrada dhe për t'u filluar çështje penale, ndërkohë që kryeministri i Shqipërisë që ishte implikuar drejt për drejti me ato personazhet 1, 2, 3 që mos fa përmendi me emrat për etik. Po rasti Ramës, unë mendoj që duhet bëhet o njëjë vendimit penal dhe të bëhet përmes Ministrisë së Drejtësisë dhe pastaj ajo t'i referoj prokurorisë së posaçme dhe ajo të shkojë në gjykatë të bëjë njëjë vendimi, ose të bëhet kërkesë përsëri nga Amerika për ekstradimin e tij që të gjykohet në gjykatat amerikane, ose sepse janë alternative zgjedh nga këto të dyja dhe tani e treta është që zoti Brau do të ndihmoj zotin Rama. I thot Amerikës, unë nuk bëj asnjëje, nuk të ndihmoj për ekstradim, do ta marr unë të pandera. Fakti atëre kjo është shpëtim për Edi Rama. Tani, fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpallur non grado një nga personat që është pjesë e Sinalos. Dhe është provuar që ka hyrë në dyert e kryeministrit dhe ka biseduar për çështje. Po, pritani atë normimin në Kongres. Sapo do normohet ajo në Kongresin Amerikan, mundet Rama të shpallet në Ngrada. Së është vijim të asaj. Shiko, viti 2026 çfarë të them unë tani pastaj? Mund të sjell në Ngrada. Problemi qëndron që në fakt ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallin në Ngrada bashkëpunëtorët dhe ose pjesëtarët e grupit Sinaloa, dhe ti si qeveri, ose unë si qeveritar, ose si zyrtar, pres në zyrë dhe ju jap ofiqe për të pastruar parat në territorin e Shqipërisë dhe në Bregdetin shqiptar, edhe e di publikisht se kush është personi dhe vazhdoj unë ta përkthel, a nuk është veprimtari kundër interesave të popullit tanë dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës o zotëri thotë, a do bashkëpunosh me mua, a me si nalohen. Po është, unë po them këtë që sapo të normohet ajo është vetë në draftin e brendshëm. Për mua, për ligjin amerikan, për mua, që dalë dekreti dhe të ekzekutohet për mua, në vend të huaja. Çështja luftarhysës
çështja e luftarhysës është thembra e kilit e veprimtarisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër zyrtarëve qeveritar. Dhe unë besoj këtë gjë. Dhe kjo do të më ngjasoj mua si 2 pika ujë me Venezuelën, me kartelet e Venezuelës dhe goditjen e Madurës. Nëse do futet në këto kanale të provokshmërisë, së veprimtarisë kriminale, të krimit të organizuar, të kartelëve të drogës, dhe ti si kriminist i një vendi i mbështet dhe ju krijon ofiqe, dhe ju bën paqe fiskale, dhe ju bën amnisti fiskale, dhe ju krijon ju jep mundësi për investitor strategjik për të pasur parat në Shqipëri, normalisht ti nuk i ke bërë dëm vetëm Shqipërisë. I ke bërë dëm drejt për e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Operacionet e ngjashme shojmë, do shojmë apo nuk do shojmë? Mua më ngjasoj Delta Force na vjen me Shiko. Nuk po them mbi kryeministrin, fare. Shiko. Delta Force. Me një grup kriminale, nuk e di. Non grada force. Non grada force. Mund të ketë grada force. Njëherë do i kenë non gradat, ne do shkojmë brenda vitit 2026. E ke sigurt po tani shiko tani si non grada, kush ka non? Unë jam i bindur që organizata kriminale, kartele, politika. Shiko. Unë kam një bindje absolute dhe për shkak të disa kontakteve që kam patur, që një grup i madh, kur them i madh që është mbi 5 veta, do të shpallen non grada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga shumica nga qeveria dhe pak nga opozita. 3-2 po them. Brenda 16 parë. Brenda po e kam. 3-2 nëse janë 5, po mund të jenë 7. Po mund të jenë 4 dhe 1 ai çfarë do të jetë. Brenda vitit 2026 do të kemi non grada për t'i hapur rrugën pastaj veprimtarive të tjera që të trimërohen edhe organet e drejtësisë në raport me hetimin dhe përgjegjësinë penale. Nëse i shpalli këta non grada. Shiko, unë mendoj se jam plotësisht dakord, sepse kemi Sali Berishën non grada, Tom Doshi non grada, pra jemi poshtë, pra ka rënë shumë poshtë situata non gradave. Na duhet një non grada tjetër? Patjetër na duhet një më lart dhe unë mendoj se administrata Trump dhe linja Trump në rast se don Shqipërinë dhe don të mbahet mend si një ndër presidentët të cilët kanë menduar dhe do mendoj pas 2026 edhe për Ballkanin Perëndimor, mendoj se do të shpallin non grada shumë funksionar publik shtetëror shqiptar. Faleminderit Gülsen Zhllima për gjithë informacionet që ndave sonte në Sken Krimi. Shemsi Prençi, kënaqësi që të kem në këtë studio me ekspertizën tuaj në shumë fusha të ndryshme të rendit sigurisë publike. E vlerësoj shikues të dashur, kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për këtë emision, ku ndalëm tek përmbytjet, puna e SPAK gjatë vitit 2026, edhe rëndësia që Shtetet Bashkuara të Amerikës po japin goditjen, pra goditjes kundër krimit të organizuar dhe trafikut ndërkombëtar të drogës. Ne shihemi së bashku të shtunë në orë 20, natën e mirë.